3 muaj nga sulmi me dron, sinomati dhe dashura e tij njohrojnë thirrjet e policisë për të pyetur. 3 muaj nga ngjarja e rëndë e hedhjes me dron të një sasie tritoli në apartamentin me qira ku jetonte Bernardo Sinomati, ky fundit ende nuk është paraqitur në polici për të dhënë shpjegime. Sinomati dhe dashura e tij Elena Arza, e cila ishte personi që kishte rezervuar apartamentin përmes një agjencie imobiliare, janë shmangur në mënyrë të vazhdueshme thirrjeve të policisë së Tiranës për t'u paraqitur dhe dhënë shpjegime. Është mësuar se përmes fletëthirrje zyrtare dhe komunikimeve në telefon i është kërkuar Sinomati dhe të dashurës së tij të paraqiten në polici për të dhënë shpjegime, por rezulton se ata kanë injoruar këto kërkesa me argumentin se ndodhen jashtë shtetit dhe s'mund të vinin në Shqipëri pasi rrezikohet jeta. Qëllimi i policisë është pyetja e tyre si persona që kanë ndjeni për veprën penale të hedhjes së dronit me tritol në apartamentin ku çifti jetonte me qira. Sinomati dhe dashura e tij Elena Arza në muajin dhjetor 2024 ishin objektivi një sulmi me tritol në apartamentin e ndodhur në katin e 9 të një pallati. Bom nga qielli në Tiranë. Kamerat fiksojnë një person me pantallona të shkurtra. Policia zbuloi se në banesë kishte njerëz, por pas shpërthimit sasia e tritolit ishte vendosur në një dron dhe shpërthimi ka ndodhur pikërisht duke futur dronin në balkonin e apartamentit. Në qendër të sulmit të këtij atentati dyshohet se ishte Bernardo Sinomati, një i ri nga qyteti Vlorës, i cili ka shpëtuar dhe 2 herë të tjera sulmeve me tritol dhe armë. Në hetime është përfshirë mundësia e lidhjes së ngjarjes me atentatin që u bë me armë rreth një javë më parë Kevin Hajrullës, miku të familjes së Ines Hajrulla. Kjo është për shkak të konflikteve të mëparshme mes tyre. Tashmë ngjarja e rëndë është regjistruar në prokurorinë e Tiranës për akuzën në vrasje me paramendim kryer në bashkëpunim mbetur në tentativë dhe shkatërimi i pronës me eksploziv. Pas sulmit mësohet se Sinomati është larguar ndërsa ende nuk është gjetur për të dhënë sqarimet e tij. Për të dhënë dëshmi është kërkuar edhe vajza që e kishte marrë ambientin me qira, por për shkak se ka deklaruar se është jashtë shtetit nuk është bërë mundur paraqitja e saj.